Të parë, pas shumë vite shekush, sot lidhet kuvendi I parë Dibran Kuq e Zi. U bën plot 22 vjet demokraci dhe qarku I Dibrës është ndër qarqet më të shkatruara të Republikës së Shqipërisë, si nga infrastruktura, nga ujësjellsi, dritat dhe të gjitha, dhe nga gjithë institucionet. Rrugët e qarkut të Dibrës janë ndër rrugët më të shkatruara të Republikës, mund të themi dhe ndër rrugët më të shkatruara të Ballkanit. Dhe këto qeveri nuk kanë marrë guximin një herë të vinë, edhe nuk kanë guximin të vinë madhe të thuajnë se do bëjmë përsëri rrugën e Arbrit, e cila është folur këtu e qënkohen e Enver Hoxhës, edhe një ëndër e cila akoma nuk është realizuar. Ku janë këto deputetët Dibran, të cilët nuk ngritën një herë zërin në parlament, sepse këta nuk janë Dibran, por janë njerëzit më të urryer nga vendet ku ata jetojnë dhe vinë kandidojnë këtu në Dibër. Dhe pasi fitojnë, lene se nuk të njohin, por nuk kthehen më në Dibër dhe të pyesin një herë. Çfarë kanë një problem? Kanë hallë një ky popull. Përkundrazi mund të harrojnë se nga bie Dibra. Por I vetmi deputet I cili do mbahet mend në historinë e Dibrës është Ismail Leshi, I cili e mbajti fjalën dhe I tregoi vlerat e tij dhe besnikërinë se është Dibran. Dibra shquhet për besë, për bujari, për mikpritje dhe për trimëri. Trimat e Dibrës ju kanë bërë ballë shumë betejave, duke fituar dhe duke ja mbajtur Dibrës kokën lart. Por sot Dibra është më kokë poshtë, sepse është harruar dhe është shkatruar nga këto kriminalë të cilët sot po qeverisin në mënyrën më të keqe Shqipërinë. Institucionet të gjitha po drejtohen nga njerëz të paaftë, të cilët nuk kanë, jo vetëm të cilët nuk kanë gjimnazin e jo më shkollën e lartë. Mund të thotë ndonjëri nga ju, hëse dhe ju si gjithë të tjerë jeni, por e keni shumë gabim. Sepse